kalojmë tani tek një pyetje tjetër, thotë ju lutem më informoni nëse një person që ka qenë i padrejt me ty, a duhet me ja përkujtu, me i tregu që ka vepru keq, apo mos me diskutu as pak këtë temë? Padrejtësia është gjë e madhe. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah." Padrejtësia çon në errësirë në ditën e gjykimit. Errësira në ditën e gjykimit çka është? Është pamundësia për të ecur tutje, pamundësia për të gjetur rrugën e cila shpija atje ku është lumturia. Do të thonë padrejtësia bëhet pengesë për me shkutin në xhenet. Për këtë arsye na ka porositur fuqishëm Islami, nëpërmjet ajeteve të Kuranit, nëpërmjet thënieve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të ruhemi prej padrejtësisë. Megjithatë, padrejtësia është një gjë e cila ndodh. Do thotë njerëzit gjithmonë kur kanë raporte ndërmjet vete, kur kanë marrëdhënie, japin, marrin, flasin, fërkohen, mund të ndodhin edhe padrejtësitë. Ajo e cila mund të llogaritet si ilaç shërues kur ndodhin padrejtësitë është ose kthimi i hakut ose kërkimi i hallallit. Nëse padrejtësia ka të bëjë me diçka materiale të prekshme, atëherë kthimi i hakut është ilaçi më i mirë. Nëse padrejtësia ka të bëjë me diçka e cila mund të mos jetë materiale, mund të mos jetë konkrete, është diçka abstrakte, ofendim, përgojim, çfarë do të qoftë, atëherë në këtë rast s'kemi qysh me u rrafshu llogarinë mes neve përveç se duke ja kërku halallin njëri tjetrit. Dhe nëse kjo ndodh, mendoj se është njerëzi edhe humanizëm që kur dikush të kërkon halal, me ja bë halal. Pavarësisht sa e madhe mund të ketë qenë padrejtësia, cilën ta ka shkaktuar, dhimbja cilën ta ka shkaktuar. Dhe është nga se kërkimi halal është për ulje. Ka ardhur ai që të ka bëu padrejtësi është për ul para teje, dhe ti ke mundësi të zgjedhësh ta ndëshkosh ose ta falësh. Paramendoje veten të gjunjëzuar para Allahut të madhruar, para madhërisë së Zotit. Edhe ti je para dy alternativave, të ndëshkoj Zoti ose të falë, cilën kishe pas dëshirë. Sigurisht çdo njeri kish pas dëshirë që Zoti më na fal. Atëherë shfrytëzoj edhe ti rastin që ti me e fal atë tjetrin pavarësisht pse të ka dëmtu. Se njerëzit nganjëherë thonë, unë po du m'ja bë halal, po ma ka bë këto, më ka dëmtu kështu, më ka kushtu kaç, më ka dhimbë. Për këtë arsye është falja, se sikur të mos kish bë kurrë, ti nuk do të ishe në pozicion për me e fal atë tjetrin. Nëse fal, do të falesh, nëse mëshiron, do të mëshirohesh. Mirë po ja që ndodhim nganjëherë edhe në situata të tilla që njerëzit nuk kërkojnë falje. Hoxh, kur jemi tek padrejtësia, çka mendoni për padrejtësinë që bëhet ndërmjet antarëve të familjes? Kemi një pyetje këtu ku thotë vjedhja në familje, do thotë një antar e vjedh antarin tjetër të familjes, a duhet i tregohet apo jo? Padrejtësia në afërsi është më e madhe. Padrejtësia në afërsi, dhimbja e saj është më e madhe, pasojat janë më të mëdha. Për arsye se mundet një njeri i largët me të bëjë padrejtësi, mirë po fundja e ke prit ose se ke prit se takon me atë njeri. Njeriu zatën me të huaj gjithnjë rrin në distancë. Mirë po i afërmi me ta bëj padrejtësinë ti pejti mos pako e pret. Prej ti pret dashamirësi, mirëkuptim, bamirësi, ai ta vani padrejtësi, kjo ka dhimbjen më të madhe. Nëse brenda antarëve të familjes ka kësi lloj hile dhe kësi lloj tradhti, sigur se janë vjedhje të gjëra të ngjashme, atëherë sigurisht që në atë familje ka humbë bereqeti. Ajo familje ka filluar me marr rrugën e devijimit si bashkësi. Edhe duhet të gjetë faktorin ose fajtorin, edhe duhet të trajtu seriozisht. Nëse po e zon djali e vjedh babën, do të më marr atë djalë dhe me e këshillu. Edhe mos me u bë sikur nuk po e dim se çfarë po ndodh, për arsye se kjo pastaj atë mund ta llastoj edhe më tepër, aty mund të thotë, hajt se s'pas ka problem, s'pe marrin vesh këta. Po do të më tregu se e kemi marr vesh, edhe do të më thënë stop, ndalu se nuk bën më kështu. Domethënë kjo është ajo që duhet të bëjnë në mesin e familjarëve. Mbeta borxh bujar të them, nëse njerëzit të kanë bërë padrejtësi ose dikush të ka bërë padrejtësi, po s'ta ka lyp halallin, se ishte pjesë e pyetjes paraprake. Edhe në këtë rast ki mundësi me e falë, pavarësisht pse s'ta ka lyp halallin. Nëse falja, kapërcimi, nuk ndikon negativisht të ti, por as të aj, thjesht të edhin se aj ndin keqardhje pse të ka bo padrejtësi, mirë po nuk e gjenë forcën me ardhë me të kërku falje, falje hiç pa të kërku falje, s'ka problem.
Fundja hiç mos e lejo që të nënçmohet, që të përulet, ndash thuj të kam fal, ndash mos i thuj hiç, sillu natyrshëm me te, nëse kjo nuk ndikon negativisht. Për arsye se është virtyt, edhe këtu ky është virtyt i cili kërkon vetmohim. E ky lloj vetmohimi tregon se sa i madh mund të jetë njeriu. Kur njeriu është në gjendje të fal, edhe kur ka mundësi që të ndëshkoj, unë mendoj se kjo tregon një madhështi të skajshme.